Jemi mësuar të shohim gjithmonë në formë perfekte me një fytyrë super të kuruar, por në një video të publikuar së fundmi Kim Kardashian shfaqet me një veshje tepër të thjeshtë, e patrukuar dhe shumë ndryshe nga sa shfaqet në ekran. Nëpër blogje të ndryshme komentuesit e përgjigjen Kim të patrukuar, ndërsa kritikat ashpra vijnë për fund shpinën e saj. Komentuesit i këshillojnë vajzën super seksi që të mbajë dietë për të mbajtur nën kontroll vithet e saj. Para disa ditësh ka pasur zëra se Jessica Biel dhe Gerard Butler kishin formuar një çift të ri. Motivi për këtë spekullim ishte se të dy aktorët ishin parë bashkë duke darkuar pranë shëxhirimit të filmit Playing the Field. Tashmë thashë themet bashkojnë aktoren me një tjetër koleg, Colin Farrell. Argumentet për një lidhje të mundshme janë po aq jo bindëse sa ato që mbështesin lidhjen Jessica Biel dhe Butler. Fakti që po xhirojnë së bashku një film që frekuentohen pas punës dhe se Jessica ka thënë se ndihet shumë mirë pranë Farrell. Tom Cruise raportohet se është në negociata për të luajtur në filmin thriller të regjisorit Christopher McQuarrie On Shot. Filmi në fjalë është adaptim nga novela e vitit 2005 autorit Lee Child me të njëjtën emër. Në këtë libër i zyrtari i ushtrisë Jackie Reacher, rolin e të cilët pritet ta luajë Tom Cruise, futet në një mister rreth arrestimit të një snajperi të akuzuar për vrasjen e 5 njerëzve të rastësishëm gjatë një gjuajtje. Nëse Cruise fiton këtë rol, kjo nuk do të ishte hera e parë e bashkëpunimit të tij me McQuarrie. Ata realizuan së bashku edhe filmin Valkyrie në vitin 2008. Britney Spears do të pranonte me kënaqësi të jetë pjesë e jurisë në ndonjë spektakli televiziv për talente, sepse i pëlqen ideja për të ndihmuar yjet e ardhshme. Superylli i muzikës pop mund ta shohë veten duke ndjekur hapat e Jennifer Lopez dhe rivales së saj Christina Aguilera, duke bashkangjitur një show si American Idol apo The Voice. Mendoj se do të ishte shumë argëtuese. Të ndihmosh dikë që të arrijë ëndrat e veta është një nga gjërat më të bukura, ka thënë Britney Spears.